Shikues të Alert, mirëmbrëma. Përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Ky është emisioni Alert i radhës, si çdo të premte në orën 21. Do të flasim sigurisht sot për çështje që kanë lidhje me mbrojtjen e konsumatorit në tërësi, në veçanti me sigurinë ushqimore. Dje është shënuar, emisioni është ndarë në dy pjesë. Në fakt, në dy pjesë të para do të kemi një bisedë në lidhje me rolin e shërbimit veterinar, me rëndësinë e këtij shërbimi në gjithë zinxhirin e shëndetit kafshëve, por dhe të sigurisë ushqimore gjithashtu, ndërsa në pjesën e tretë kemi një intervistë me drejtuesin e zyrës FAO-s në Shqipëri me rastin e 80 vjetorit të këtij institucioni, krijimit të tij, me të cilin Shqipëria ka bashkëpunim që prej vitit 1973. FAO është organizata e Kombeve të Bashkuara për ushqimin dhe bujqësinë, një institucion i cili synimin kryesor ka të siguruarit të ushqimit, sigurisht edhe pjesën e sigurisë ushqimore patjetër, po s'pari do të kemi ushqim, do të kemi qasjen e ushqim, e mandej të diskutojmë, të flasim edhe për sigurinë e ushqimit. Kjo intervista me zonjën Lorena Plumi do të jetë në pjesën e tretë të Alert, pra në orën 22. Para se të prezantoj të ftuarit e temës sotme, dhe kjo në fakt kjo temë është edhe një indicio nga 10 vjetori i urdhrit të mjekut veteriner, të mjekut veteriner të Shqipërisë, me rastin e 10 vjetorit të tij, i cili u shënua ditën e djeshme me 23 tetor. Para se të prezantoj të ftuarit, thuajse si çdo javë, ne prezantojmë edhe rubrikën e raporteve e alertit që vjen nga RAPEX, nga Safety Gate e Komisionit Evropian për produktet jo ushqimore. Si çdo të premte, ne jemi të rrezikuar, ashtu siç flasim çdo ditë për sigurinë ushqimore, patjetër që duhet flasim edhe për sigurinë e produkteve jo ushqimore. Siç raporton Komisioni Evropian, ka një gamë të gjerë produktesh nga më të ndryshme të përdorimit tonë të përditshëm, të cilat shumica të cilave kanë rrezik kimik në fakt, por ka edhe rreziqe tjera siç janë ato të sigurisë. Siç vihet re thuajse çdo javë, ato që nuk mungojnë kurrë në raportet e RAPEX janë lodrat e fëmijëve, kukullat, materialet plastike të tyre të cilat kanë rrezik kimik për përdorimin tonë të përditshëm dhe që lehtësisht mund gjenden edhe në tregjet tona. Ka produkte që nuk kanë markimin CE, por edhe të tjera që kanë markimin CE raportohen me rrezik nga Komisioni Evropian. Përveç lodrave, raporti i kësaj jave, meqense po shkojmë edhe në fund të vitit, në fakt edhe afrojnë edhe festat, janë fishek zjarret, raportuar një numër shumë të madh, të cilat përbëjnë rrezik për disa elementë sigurie të tyre. Një problem tjetër i madh, dhe në fakt edhe ky i shpesht, por edhe kësaj jave ka qenë në numër të madh rastesh të denoncuara nga Komisioni Evropian, janë cigaret elektrike, ato me vape apo me lëng brenda. Niveli i lartë i nikotinës tyre në 50 ml për litër është një rrezik sipas Komisionit Evropian dhe sigurisht kërkohet heqja e tyre nga tregu. Këto janë produkte patjetër gjetura në tregjet e Bashkimit Evropian, por që raportet tilla duhet ngrenë alarmin edhe në vende tjera jo anëtare të BE-s, madje më shumë për shkak të një niveli më të ulët të sigurisë apo të kontrolleve. Kthehemi tek tema e ditës. Do të flasim për 80 vjetorin e urdhrit të mjekut veteriner Shqipërisë, por edhe gjithë rëndësinë e shërbimit veterinar, në fakt në gjithë zinxhirin, në shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve dhe sigurinë ushqimore. Do të flasim në fakt, e kam një emision, nuk do doja ta quaja shumë kombësh. S'pare është i ftuar zoti Ervin Resuli, presidenti i urdhrit të mjekut veteriner të Shqipërisë, kënaqësi që ka në studio. Është Dr. Jason Aldis, president i Unionit Evropian të Veterinerëve të Higjienës, kënaqësi që kam në studio. Faleminderit. Dhe zoti Rami Selman, njerëzëvendës president i Dhomës së Veterinerëve të Maqedonisë Veriut nga Tetova e Maqedonisë. Mirë se vini dhe kënaqësi. Mirë se u gjeta, që kënaqësi. Do ta nis me zotin Resuli dhe pastaj shkoj direkt tek miku nga Britania e Madhe. Zoti Resuli, janë 10 vjet dje nga themelimi i urdhrit të mjekut veteriner të Shqipërisë. Sa i rëndësishëm është ky institucion për gjithë mirë funksionimin e zinxhirit e punëve të këtij shërbimi që në gjykimin tim personal është mjaft i rëndësishëm për shëndet, mirëqenien e kafshës, porositë dhe në fund për sigurinë ushqimore. Urdhri profesional i mjekut veterinar të Shqipërisë është një lloj rregullatori i cili rregullon marrëdhëniet midis veterinerëve dhe palëve të treta. Po ashtu është i vetmi institucioni i cili mbikëqyr standardet dhe aplikimin e shkencës veterinare, kryesisht në shëndetin e kafshëve, e cila është e gjitha në dobi të shëndetit të njeriut.
Në fakt, që nga 2011, veterinaria në Shqipëri klasifikohet në ligjin e profesionet rregulluara si një profesion i lirë edhe i rregulluar, çka e bërit nevojshme që në 2015 të miratoj në parlament ligji 113/2015 i urdhit profesional të mjekut veterinar, e më pas në datën 23 tetor të merrte dekretin e presidentit dhe të bëhesh i pakthyeshëm për të nisur rrugën drejt standardizimit profesionit të mjekut veterinar. Ne dje kemi festuar 10 vjetë eksperiencë institucionale, 10 vjetë sfida dhe arritje, 10 vjetë bashkëpunime me faktor të brendshëm dhe të jashtëm, 10 vjetë miq edhe eksperiencë ndërkombëtare. Urdhri profesional i mjekut veterinar në themelin e saj ka mbikëqyrjen e standardeve, por dhe rritjen e standardeve të veterinerëve nëpërmjet trajnimeve. Dhe këtë e ka treguar më së miri në këto 10 vjet, duke sjellë ekspert nga më të ndryshëm nga Europa dhe më gjerë, të cilët kanë bërë konferenca, trajnime dhe duke sjellë më të fundit e shkencës veterinare për veterinerët e praktikës, ata që aplikojnë. Vjet normalisht ka qenë, si thonë 10 vjeçari i parë, në të cilët ne kemi bërë edhe një lloj rezumeje, edhe një lloj përmbledhje, edhe një lloj falënderimesh, pasi urdhri profesional i mjekut veterinar të Shqipërisë nuk është një ent buxhetor, pra ai si thon financohet dhe mbahet aktiv nga vetë antarët që janë mjekët veterinar, po ashtu edhe sponsorët e dashamirësit të cilët e mbështesin urdhrin profesional të mjekut veterinar, pasi për aq kohë sa ne do kemi në treg veterinerë të kualifikuar, të mirë kualifikuar, të cilët respektojnë shkencën veterinare dhe janë korrekt me profesionin e tyre, normalisht të gjithë konsumatorët dhe të gjithë qytetarët do përfitojnë siguri ushqimore, e sidomos në produkte dhe në produktet me origjinë shtazore. Cilat kanë qenë sfidat, se arritjet nuk dua, ndoshta qytetarëve ju interesojnë më pak, po sfidat ju interesojnë më shumë që keni kaluar në këto 10 vjet. Po në fakt, urdhri profesional i mjekut veterinar duke qenë jo buxhetor, që tek zyra dhe ka pas fillim fare, domos ka pas zyra për të vendosur, e më pas duke krijuar stafin, ka pas një problem që vazhdon pjesërisht ta ketë edhe tani për sa i përket njohje nga institucionet shtetërore. Vetë shteti në disa momente nuk e njeh urdhrin e mjekut veterinar, pavarësisht se në aspektin ligjor do të thotë që kryen shkelje ligjore, dhe ne jo pak raste i kemi referuar në organet përkatëse, pra e thënë ndryshe vetë urdhri veterinar që nga dita e lindjes e deri më sot është dashur të imponohet konform rregullave dhe ligjeve institucioneve shtetërore dhe private mbi rolin e tij, i cili e ka rregulluar me ligj të posaçëm. Kjo ka mbetur në fakt, ka qenë pjesa më dërmuese e sfidave të urdhrit profesional. Po ashtu normalisht e ka pas të vështirë për të krijuar marrëdhënie dhe njohje me faktorët ndërkombëtar, për të sjellë më të fundit e shkencës veterinare. Absolutisht ka pas një nga aleatët më të mirë Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, të cilët lektorët, profesorat tanë kanë qenë aty gjithmonë duke mbështetur urdhrin e mjekut veterinar dhe duke ofruar njohuritë të tyre për veterinerët e bazës. Pra ata që kanë marrëdhënie drejtpërdrejt me medikamentet veterinare, me kafshët, me mjedisin. Në këto rrethana, urdhri profesional gradualisht me miq të brendshëm edhe miq të jashtëm është rritur dhe ka rritur këtu në këto 10 vite. Do shkoj tek zoti Aldis. Ju jeni presidenti Unionit Evropian të veterinerëve të higjienës. Çfarë do të thotë veteriner higjiene, ndryshe nga veterinerët tjerë? Thank you. I think it's important to Mendoj se është e rëndësishme që ne të understand kuptojmë the vet që veterinerët is critical in terms of food production. janë kritik në përsa i përket të prodhimit të ushqimit. Ne si profesion kontrollojmë sigurinë ushqimore, shëndetin e kafshëve dhe mirëqenien e shteteve tona, dhe kjo e gjitha si higjienist është kritike si shëndet publik. Po publiku mendojnë për veterinerët që janë ata që kurojnë qenë dhe macet, por sistemi ushqimor është i kontrolluar dhe i rregulluar nga veterinerët, dhe prandaj është kaq kritika, sepse që shërbimi veterinerët në përgjithësi të jenë të suportuar, dhe përsa mund të flas për urdhrit, nëse 40% e gjithë tregtisë
kalon në gjithë botën, kalon e gjitha me firmën e një veterinerit. Dhe kjo është shumë kritike për lëvizjen e gjitha produkteve. Dhe është vetëm urdhri që mund ta lejojë integritetin dhe mirëmbajtjen e këtij integriteti, kështu që është thelbësore që çdo shtet të suportojë dhe të jetë pro urdhrit që të siguroj tregtinë, sigurinë ushqimore dhe gjithë mirëmbajtjen e produkteve të tjera. President Aldis, ju keni qenë, mos kjo është hera e dytë ose e tretë në Shqipëri. Si e shikoni sistemin ton të Shqipërisë, me sa informacion dhe njohuri keni në raport jo rëndësinë e tij, por fuqinë e tij për të kontrolluar gjithë zinxhirin e sigurisë ushqimore për aq sa i takon veterinerëve? A kemi shumë për të bërë? Unë kam pasur privilegjin që të vizitoj Shqipërinë për të paktën 10 vitet e fundit dhe mendoj çdo vit tani dhe është shumë bukur që të shikoj zhvillimin e këtij profesioni në dekadën e fundit. Transformimi ka qenë i pabesueshëm dhe është e rëndësishme që shteti dhe ministria ta suportojnë urdhrin në terma për buxhet, për fonde dhe në të njëjtën kohë dhe të kuptojnë rolin kyç e një veterineri. Dhe në 10 vitet e fundit unë kam parë ndryshime dramatike për sa i përket sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së konsumatorit. Kjo është fale dhe punës së urdhrit dhe ministrisë që kanë si fokus mbrojtjet e konsumatorit dhe mirëmbajtjes së sigurisë ushqimore të shqiptarëve. Po sistemin ton, me qenë se pas 10 vjet që vini dhe e vizitoni Shqipërinë, po sistemin ton të kontrollit kafshëve ose fermat e copëzuara, a ka ndryshim nga viti në vit apo vazhdojmë të kemi pika kritike? There have been considerable changes. One thing I would say is that I'm Një gjë që unë dua të very them pleased with the është direction of travel that your government is taking. unë jam shumë i kënaqur me mënyrën se si shteti juaj po lëviz drejt integrimit evropian, që të bëhet pjesë e Europës. Mund të them sigurisht që Shqipëria ka nevojë për Europën dhe Europa ka nevojë për Shqipërinë. Dhe këto 10 vitet e fundit kemi parë një integrim të gjithë strukturave që lejojnë këtë involvim të Shqipërisë në Europë. Ka sisteme që kanë nevojë të përmirësohen, por në të njëjtën kohë që këto sisteme të improvohen, të përmirësohen, duhen struktura të suportohet inspektimi, shërbimi veterinar, i veterinerë shtetëror, gjithë infrastruktura veterinarëve duhet të pyesin urdhrin dhe profesionin e vetvete se çau duhet atyre më mirë. Shqipëria bën tregti me produktet në origjinë shtatëzore që është e rëndësishme, por është e rëndësishme që shteti të fokusohet për këtë gjë në mënyrë që të vazhdojë dhe të mbrojë konsumatorin. Por shteti akoma nuk eksporton Shqipëria produkte me origjinë shtatëzore. Paktën në Bashkimin Evropian, në Britaninë e Madhe ndoshta po. And that will come and the opportunities will come with mundësit do të vinë në momentin që ju do bëheni pjesë të familjes europiane. Oportunitetet për partnershipe janë shumë të mëdha. Tregtia është e lirë dhe sikur se ju mund ta dëshironi dhe ta doni. Për shembull ne në Britani kemi bërë gabime trashanike duke dalë nga Europa. Dhe një gjë që dua të sqartësoj është mundësitë dhe përfitimet që do keni ju si Shqipëri pasi të bëheni pjesë të Europës janë tejësisht të mëdha. Do kthehem sërish tek ju, zoti Aldis. Para se të shkoj tek zoti Selmani, fakt duhet ta bëja që në fillim të programit, meqense se njerëzit na ndjekin dhe ata me drejt pyesin kush është zoti Aldis, unë shkurtimisht një prezantim të tij. Dr. Jason Aldis është një specialist i shëndetit publik veterinar, lider i industrisë dhe avokat i reformës politikave
me gati 30 vjet përvojë në forcimin e higjienës mishit, sigurisë ushqimit dhe sistemeve të mirëqenies kafshëve në Mbretërinë e Bashkuar, Evropë dhe Australi. I vlerësuar me medaljen e perandorisë britanike për shërbimet ndaj industrisë mishit, ai njihet gjerësisht për punën e tij në modernizimin falënit kontrolleve zyrtare dhe certifikimit të eksportit, si dhe për pionerizimin e integrimit të inteligjencës artificiale dhe sigurisë digjitale në rregullimin agro-ushqimor. Një zë dinamik dhe respektuar në qeveri, akademi dhe industri, Dr. Aldis mbështet reformën e bazuar në prova, prodhim etik të ushqimit dhe inovacionit praktik që forcon besimin e konsumatorëve dhe qëndrueshmërinë e industrisë. Në fakt, një CV e gjatë e zotit Aldis, po në kaq bëra një përmbledhje. Zoti Selmane, si e shihni situatën në Shqipëri krahasuar me Maqedoninë e Veriut, pyetja e parë, gjithmonë e lidhim me situatën e shërbimit veterinar dhe të shëndetit kafshëve, dhe e dyta, si ka qenë bashkëpunimi mes dy vendeve, pra urdhrave, flasim gjithmonë për urdhrat, o ndoshta edhe mes tre, përfshim këtu edhe Kosovën apo edhe vende tjera të rajonit. Pikës pari falënderi për ftesën. Gjithmonë mersi. Me Në bashkëpunimi me urdhrat e Shqipërisë. Urdhrat e Shqipërisë, do me thonë, pikës në vitin 2016 anë shkruajt të marrëveshje parë me Republikën e Shqipërisë në Tetov, në Maqedoni, dhe nga atëherë, do me thonë, ne kemi pa tre udhëheqës, tre presidenta, do me thonë, edhe gjithë presidentët kanë punuar në mënyrë shumë të mirë. Në këto 3 vitet e fundit shohim një dallim shumë të rëndësishëm, edhe shumë, do me thonë, hecën para, që ne kemi qenë, do me thonë, dhoma e Republikës Maqedonisë Veriut është që 30 vite, që kemi ngel disi pak mbrapa, me qenë se zotëri Ervin Resuli, si president, ka bë gjëra shumë, si të them, shumë... Ja bërë qokën Ervinit, tash. Fjalët e mira i the direkt, kështu, e? Jo, kjo është e vërteta, jo se e them unë, për këtë mund të flasim nëse ne takojmë në gjithë vendet në Federatën e Veterinerëve të Evropës, kështu që gjithë vendet, ka shkojmë ne, ka fjalë të mira, me radhije, do me thonë, se zotëri Ervin Resuli i ecën punët në nivel shumë të durë dhe shumë precize, dhe interesi i gjithë, do me thonë, veterinerëve të Shqipërisë, dhe nuk punon për interese personale, do me thonë, e ka për dhomën që të hecë në nivelin që jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Shiko, Ervinin e njoh, mos më folë më për te. Mjaftueshëm fole, por sa i rëndësishëm është bashkëpunimi mes urdhrave të dy vendeve, të paktën në bashkëpunimin për luftën e smundjeve ndërkufitare. Smundjeve gjithmonë të kafshëve, të shpendëve. Kjo një punë kiçe, do me thonë. Çdo lloj smundje që paraqitet në Republikën e Maqedonisë dhe Shqipërisë, ne kemi bashkëpunim të dianshëm, do me thonë që bashkëbisedojmë për t'i ndaluar dhe për njoftuar popullsinë, do me thonë se këtu ka një lloj smundje që të ndalohet në Shqipëri, që mos bëhet, ja për shembull kemi një rast tash në Maqedoni që ka qenë gjua blu. Ne me zotin Ervinin kemi biseduar që të ndalohet, do me thonë, në Shqipëri, për arsye se janë të mbyllura gjithë tregjet në Republikën e Maqedonisë Veriut, derisa të bëhet hapja, do me thonë, e tregjeve që të fillojë të cilin kafshët në Shqipëri. Si rast konkret, ka edhe për ato ne kemi bashkëpunim, do me thonë, në këtë rrugë. Shiko, ajo çfarë mund bëjë urdhri është vetëm të rekomandoj, nuk mund të ndaloj. Shumë e rëndësishme. Njoftimin e veterinerëve privat është thelbësor, që ata të mos lëshojnë certifikata për lëvizjen e kafshëve, të mos nxisin tregtinë, edhe i fermerëve ndoshta për të mos lëvizur kafshë kontraband. Në këtë kontekst ne bisedojmë çdo herë. Unë i them këto për ata që na dëgjojnë, se veti i kuptoj. Duke qenë se njoh edhe Ervinin dhe më flet gjithmonë për urdhë. Për ta plotësuar pak doktorin, në fakt, mbështetësi i parë i urdhrit profesional mjeku veterinar të Shqipërisë ka qenë dhoma e veterinerëve të Maqedonisë, e cila ka qenë e para që ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi, dhe ku konsistojnë marrëveshjet e bashkëpunimit. Së pari njëherë ne kemi krijuar këtë mundësi duke i dhënë veterinerit shqiptar mundësinë e trajnimeve në Shqipëri, nga urdhri profesional i mjekut veterinar të Shqipërisë, por dhe në Maqedoni, në temat caktuara mbi shëndetin e kafshëve, sigurinë ushqimore apo metodikat e ndryshme veterinare në dhomën e veterinerëve të Maqedonisë. Pra, njohja e ndërsjellët e krediteve, po them unë.
një nga format. E dyta, në rast krizash apo smundje ndërkufitare që përmendët ju, njoftimi është thelbësor në kohë. Pra, që do të thotë që urdhrat realisht ndikimin e tyre më të madh e kanë mbi veterinerët privat, të cilët u japin informacion, i njoftojnë, nxisin trajnime me ato tema të dedikuara, dhe në këtë rast, në një marrëdhënie shumë të mirë me Dhomën e Maqedonisë, si e para dhe më e vjetra që bashkëpunon me Urdhrin e Mjekëve Veterinarë të Shqipërisë, fakt ka qenë një bashkëpunim shembullor në këtë kontekst. Në lidhje me situatën në Maqedoni të sistemit veterinar, po themi, pavarësisht urdhri apo jo, si është ajo sot? A numrat, shëndeti i kafshëve, numrat e veterinerëve, mjekëve veterinerë, pra në tërsinë e vet, a ka një numër të mjaftueshëm gjithë shërbimin veterinar në Maqedoninë e Veriut për të përballuar në raport me numrin e kafshëve dhe import-eksportin? Shiko, për momentin, domethënë në Republikën e Maqedonisë është problemi shumë i madh për arsye se nuk ka mjek veterinar. Domethënë ka mungesë shumë të madhe, edhe nuk arrin gjithë të kontrollohen, domethënë. Mbulimi i zonave. Mbulimi i gjithë zonave. Edhe këtu tash ne jemi të bënë, domethënë, të punuar me fakultetet që të paraqiten student në zonës që të ardhmen mos kemi rrezik, se kjo është një ndër gjërat kryesore, po si mjeku veterinar, domethënë, nuk ka siguri ushqimore. Edhe për atë ne tash bisedojmë në çdo vend, në çdo qytet, domethënë që fëmijët të shkojnë në shkollë në mjekësi veterinare, se e ardhmja është, domethënë, po s'pat mjekësi veterinare. S'ka interes? A ka një fakultet bujësie, besoj, në Shkup? Ka një Shkup, tre universitete ka në Maqedoninë e Veriut, ka një Shkup, një në Manastir dhe një në Tetov, gjithsej kanë të tre universitete, domethënë, paraforsisht kanë të 30 student, kështu që është 3 student vetëm një mjekësi veterinare? Mjekësi veterinare, ama në të tre universitetet. Domethënë, edhe në Shkup, edhe në Manastir, edhe në Tetov janë 30 komplet, kështu që është shumë pak. Edhe kështu që kemi probleme që presëm bas disa viteve të ketë probleme shumë të mëdha në këtë sferë. Edhe tash mundohemi që të ecim punët që të vinë studentë, domethënë që të krijojmë mjekësinë veterinare. Si shta edhe zoti Resuli që disa institucione e njohin, disa nuk e njohin, disa me vështirësi, megjithëse ju keni 30 vjet eksperiencë pra si urdhër, si është bashkëpunimi juaj me institucionet e Maqedonisë Veriut? Pavarësisht kush i drejton, nuk ka lidhje. Nuk diskutojmë, domethënë, kush i drejton. Kjo është një problem shumë i madh, domethënë, njëjtat probleme që janë në Shqipëri janë në Maqedoni, njëjtat probleme janë gjithë Ballkanin. Meqense ne kur takohemi në takimet të dhomave, i kemi gjithë njëjtat probleme. Domethënë, kur vjen për gjën thelbësore të kërkohet diçka, shteti çdo herë nuk i plotson kushtet, domethënë. Për gjithçka tjetër mund të ketë, kur vjen puna për mbrojtjen e shëndetit publik, s'ka. Dhe President Aldis, shëndeti publik lidhet domosdoshmërisht edhe me shëndetin e kafshëve. Jo vetëm nga smundjet, çështja e smundjeve zoonotike, por edhe nga siguria ushqimore, nga produktet e pasigurta që rrjedhin, po detyrimisht nga kafshët kur janë të pasigurta, të pashëndetshme e të tjera. E në këtë kuadër, Bashkimi Evropian, në fakt edhe gjithë bota, ka sot një numër të madh smundjesh që janë me vatra aktive, siç është gjuha blu që u tha, mortaja afrikane, derrit, gripi i shpendëve nëse flasim, apo edhe smundje tjera zoonotike, që përbën një risk në fakt. Sa rrezikohet, ndoshta edhe njerëzit her pas here, por mbashtimi i mirë i blegtorisë në vendet tona, duke filluar nga Britania, në Bashkimin Evropian, por edhe në Ballkan. Well, I'll correct you firstly by saying that do të korrigjoj pak si fillim. Për sëmundjet që përmendë nuk janë zoonotike, janë sëmundje të kafshëve që nuk shpërndahen tek njerëzit. Edhe sëmundje edhe zoonotike. Pra mortaja, blutangu nuk janë zoonotike, por thash edhe të tjera zoonotike. Yep. So there is a key difference. Animal health is the start. Ndryshim thelbësor, shëndeti i kafshëve është fillimi i mbrojtjes së shëndetit. Healthy animals
kafshë të shëndetshme, rriten më shpejt dhe prodhojnë ushqim më të sigurt. Dhe ky është çelësi i rolit të një veterineri. Sëmundjet që ti përmende janë të rëndësishme sepse dëmtojnë prodhimin agrikultural. Ka shumë sëmundje që transmetohen nëpërmjet kafshëve tek njerëzit, kështu që roli një veterineri është të ketë kafshë të shëndetshme, mirëqeniet e kafshëve të larta dhe të mbrojë këtë kafshë nga sëmundje që mos të përhapen kudo në Europë. Për shembull, ne duhet të investohemi në krijimin e vaksinave në masat e biosigurisë. Dhe është kritike që gjithë shtetet kudo në Europë duhet të marrin masa për gjitha këto sëmundje dhe duhet të njohin rolin kritik të një veterineri për prodhimin e ushqimit dhe për mbrojtjen e konsumatorit. Shumë shpesh veterineri është parë, siç të thash edhe që parë, që kuron vetëm qenien dhe masën, por roli më kyç e një veterineri është mbrojtja e konsumatorit dhe për prodhimin e një ushqimi të shëndetshëm. Dhe kjo është ka shteti duhet të investojë. Për shërbimin veterinar, unë mund të them me shumë siguri, paga shumë, që në çdo shtet që unë kam qenë 10 vitet e fundit, struktura veterinare janë të investuara në të gjithë botën, investohen mjaftueshëm në Zelandën e Re, Australi, Amerikë, në Europë. Dhe ne duhet të kuptojmë strukturën veterinare dhe rëndësinë e ligjit të veterinerit, rëndësinë e ushqimit, rolit të veterinerit që është kyç, është pasaport për prodhimin e gjithë produkteve me origjinë shtazore që lëvizin jashtë shtetit. Siç të thash edhe që parë 40% e gjithë prodhimit në gjithë botën lëviz me firmën e një veterineri. Ne jemi aty për të siguruar sigurinë e shëndetit të kafshëve dhe sigurinë e shëndetit të gjithë konsumatorëve tanë. Kjo ishte një thirrje mjaft e mirë në fakt për Ministrinë e Bujqësisë, por edhe të tjera që kanë buxhete për të shtuar për shërbimin veterinar, aq më mirë kur edhe Ministri i ri i Bujqësisë vjen nga një zonë që pra nga drejtimi i një bashkie që bujqësinë dhe blegtorinë ka mjete jeteset në gjithë territorin e vet. Do shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare e kthehemi pas pak, mos u largoni. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për shërbimin veterinar, për rëndësinë e tij në gjithë zinxhirin e sigurisë ushqimore, ku patjetër përfshihet shëndeti dhe mirëqenia e kafshëve. Zoti Resuli, po më thonit në publicitet për po më jepni disa statistika nga Kroacia. Për të vazhduar linjën e logjikës së presidentit, në fakt janë vendimtare buxhetet për sa i përket sigurisë ushqimore në tërësi. Në fakt, serioziteti i një qeverie apo ministrie në rrugën që do ndjek për vitin që vjen, do të jetë thelbësore, nëse ministri i ri do ketë buxhetet e ministrit vjetër, tani që kërkohen buxhetet, apo ai do t'i vendosë një theks dhe prioritet sigurisë ushqimore. Por janë thelbësore shumë buxhetet. Ajo çka po të përmendja ishte në takimin e fundit të Visegrad Group në Hungari, ku shtetet prezantuan arritjet e tyre për sa i përket sigurisë ushqimore dhe standardeve veterinare. Kroacia ishte një nga ato shtetet në të cilat kishte një rritje gati dyfishim të vlerës financiare për sa i përket marrjes dhe kampionimit të mostrave, për sa i përket shëndetit të kafshëve dhe sigurisë ushqimore. Çka do të thotë Kroacia për 2025-ën e kishte 13 milion euro buxhetin, pra po flasim për një vend që ka gati popullsinë tonë, 4 milion banor. Dhe e kishte bërë për 2026-ën 27 milion euro. Dhe me prioritet që për 2028 në vimësi të ishte 35 milion euro. Pra, këtu duket serioziteti një institucioni apo i qeverisë, apo i Ministrisë Bujqësisë, e cila vendos theksin atje ku populata preket më shumë. Pra, siguria ushqimore është dashur pa dashur, kemi thënë dhe në studion tuaj, i nderuar Granit, është siguri kombëtare. Pra, ne po flasim për jetën e njerëzve, nuk po flasim për cilësinë e asfaltit, që dhe ajo duhet jetë shumë e mirë, pa diskutim. Por siguria ushqimore është ajo çka ne atakojmë,
Sidomos produktet me origjinë shtazore, ne i takojmë në mëngjes, në drek, në dark, qumshi, veza, mishi, kosi, pra janë produktet cilat dhe dëmin e bëjnë më të madh nga produktet me origjinë bimore. Pra, nëse konsumojmë një produkt me përmbajtje të lartë antibiotiku, ai nuk ikën asnjëherë pavarësisht se e ruan një javë, një muaj në frigorifer apo një vit. Apo nëse një mish është i kontaminuar me një zonoz apo një smundje, ai vazhdon të jetë aty ndryshe nga perimet që absorbohen pesticidet dhe plerat e ndryshëm që të cilët mund të jenë mbi normë dhe ato të rrezikshme. Nuk dua t'u heq rëndësinë. Po në këtë kontekst, produktet me origjinë shtazore janë më të rrezikshme për sa i përket konsumatorit. Dhe kjo në fakt duhet ta bëj qeverinë apo Ministrinë e Bujqësisë të kthejë syt nga ai sektor i cili në fakt për hir të vërtetës ka qenë disi i mjanuar. Unë po jap një statistikë për sa i përket Shqipërisë. Në 10 vitet e fundit kanë qenë zero financat e Ministrisë së Bujqësisë për trajnimin e veterinerëve. Në 2024 është akorduar fondi i parë me vlerë minimaliste, gati 2 milion lekë të reja për trajnimin e veterinerëve, po flasim një armatë shtetërore që shkon deri në 800 veterinerë. Ka shkuar 800 tani? Shteti po. Dhe në fakt, për hir të vërtetës, ndoshta s'është emisioni i duhur, por kemi një sistem të çuditshëm dhe hibrid. Mund të jemi të vetmit në Ballkan. Të gjitha thuajnë alert. Në Ballkan edhe në Europë mund të jemi të vetmit me këtë sistem për sa i përket shërbimit veterinar. Pra, në njëra anë, në ligjin e 2011-s e kategorizojmë të profesionet e lira, nga ana tjetër ngrejmë me ligj posaçëm urdhrin profesional të mjekut veterinar, dhe nga ana tjetër e shtetëzojmë profesionin, duke mos e lënë atë të lirë të performoj, të ketë konkurrencë, të ketë rritje profesionale. Pra, në këto rrethana, në fakt ne kemi bërë hapa mbrapa për sa i përket. Por, po them që në 10 vitet e fundit ka qenë, dhe nëse do lexojmë 3 vitet e fundit raportin e Komisionit Evropian, e vendos theksin në një pikë kur vinte veterinaria. Rrisni kapacitetet veterinare. Nuk shkohet në Europë, në qoftë se veterinerët e Shqipërisë nuk kanë sjellje dhe qasje europiane. Nuk shkohet në Europë nëse ne nuk kemi struktura të Bashkimit Evropian, të njohura dhe të akredituara prej tyre. Nuk shkohet në Europë me një sistem hibrid i cili nuk konvengon dhe nuk përputhet me sistemin e Bashkimit Evropian. Pra, në këtë kontekst do na duhet një punë e cila duhet të transformohet e gjithë flota veterinare. Po flasim për rreth 1200-1300 veterinerë në total me gjithë veterinerët e mesëm. Dhe është kjo armatë e cila mban peshën. Po flasim për rreth 65% smundjeve që transmetohen nga kafshët tek njeriu. Është kjo armatë ndërmjet njeriut dhe kafshës e cila nuk e lejon avancimin e smundjeve dhe jep garancitë të duhura për sa i përket sigurisë ushqimore. Dhe fatkeqësisht kemi pas edhe prova që janë përballur vitet e fundit. Fatkeqësisht. Rami, si është situata në Maqedoninë e Veriut, ndryshe nga ajo çfarë tha Ervini për çështjen e sistemit të veterinerëve, dhe si është financimi për ta nga institucionet publike? Pra, po them, kur themi urdhrit i gjithë veterinerëve shtetëror, zyrtar që janë në terren sot. Te ne është një dallim ndryshe, domethënë. Ka inspektor shtetëror dhe Maqedonia ka një strukturë europiane. Evropiane. Domethënë, kene punot ndryshe, kene për shembull mjeku veterinar ka një klinik veterinare që ai bën domethënë vaksinimin për brucelloz, tuberkuloz, smundje ndryshme domethënë, dhe shteti domethënë që është kontroll e doktorëve. Kontrollon doktorët. Ka monopolin e inspektimit. Në inspektimit domethënë. Te ne është ndryshe, Shqipëria është ndryshe. Domethënë, edhe kjo funksionon shumë mirë te ne, për arsye se te ne ka edhe një sistem identifikimi që është shumë i përsosur. Gjurmëshmëria dhe identifikimi janë. Gjithçka, domethënë, po qenë se del një, marrim si shembull një lop me brucelloz, ai nuk komplet stalla i izolohet. Nuk ka hapësirë, domethënë, as shes, as blej. Edhe këtu e kemi diçka më ndryshe. Po masa që arsye merren sistemi, rast domethënë, nuk ta lejon t'ja japish dokumentat nëse ai ka një problem në stallë. Qartë. Po, me qenë se kur funksionon gjurmëshmëria, pra i gjithë gjurmëshmëria dhe zinxhiri i kontrollit, kjo ka bërë që Maqedonia e Veriut ta ketë më të lehtë edhe subvencionimin për bagtit, për blegtorinë në tërësi, dhe që në fakt është shumë më i mirë se sa e Shqipërisë, në nivele më të larta. Shumë qartë. Shiko, në Maqedoni domethënë ka subvencionime shumë të mira, kur flasim për lop, dhen, dhit, domethënë. Kafshët e fermës. Kafshët, domethënë përgjithësi. Domethënë që në Shqipëri nuk janë.
A bën kjo që edhe kontrolli tjetë, edhe dëshira e fermerëve tjetë që të tregtojnë në mënyrë të kontrolluar? Pa dishim, do më thonë. Se kjo, kur vjen, do më thonë, ke subvencionimi, a gjithë shka populli, kur ka subvencionim të mirë, edhe vrapon të bëj, për shembull, flasë për një zonë në Tetovës, që kishe, do më thonë, një vendbanim 1.000 krerë, edhe kur dolën këto subvencionet shumë të mira, ato nga 1.000 arritën 2.000 dhe bëjnë stalla 150 krerësh. Kjo është një gjë, dhe më thonë, se shteti t'jep hapësirë dhe kemi subvencione për shumë gjëra tjera, në litër qumshtit, në krerë, dhe më thonë, lobëve, dhive, që është një gjë shumë... Matrikull për therje, për... Gjithë, dhe më thonë, matrikull të përgojnë gjithë nga shteti, gjithë nga... Të paktën në Maqedoninë e Veriut parat shkojnë Përsa i përket subvencionimeve, për subvencione dhe për Prishtina. Maqedonia e Veriut, Kosova edhe Mali i Zi, në fakt ka përparime në krahasim me Shqipërinë për hir të vërtetës. 15 lekë, domethënë litër qumshti në Maqedoni paguhet pra 150 lekë? 150 lekë. Për litër? Për litër. Për gjitha cilësitë? Për gjitha cilësitë, po. Kosova e ka ndarë me klasa. Domethënë ende se kemi ndarë ato. Nga shteti. është 15 cent, më shumë se 15 cent. Norma e të fituarit të një fermeri. Kaq duhet fituar një fermeri? Për momentin, do me thonë, lopët si vjetë, pritë të jetë 250 euro në vit. Numri baktive është në rritje në Maqedoninë e Veriut? Nga këto si filluan me subvencionimin, do me thonë, shteti, t'jape, ka filluat rritja, do me thonë, të lopët. Se në Shqipëri ne kemi fuqizuar urdhën e mjekut veteriner, trajnojmë mjekat veteriner, i shtojmë mjekat veteriner, ulim numrin e kafshëve. Mirë, kemi rritur cilësinë. Cilësia po... Ajo që ka, duhet vë theksin të ajo që parantez mbi atë që ka përmëndi doktora Miu, është sepse, pra, 250 euro për një kafsh, pra për një lopë qumshtore 250 euro, përfshi edhe pagesën për litër qumsh, pra, që ka do të thotë që norma totale e gjithë buxhetit shkon gati mbi 700-800 euro për krerë. Dhe kjo në fakt e stimulon blektorin dhe fermeri që të ketë qasje ndaj institucioneve shtetërore, duke identifikuar në kohë kafshët, duke u drejtuar drejt veterinerit për të marrë dokumentacionin e duhur dhe për të qenë korrekt, sepse në të kundër, nëse ai del jashtë sistemeve, i bie që nuk mund mbështetet. Dhe normalisht nuk janë thjesht, e kam thënë dhe më përpara, nuk janë thjesht disa para që shkojnë dhe fermerët, absolutisht. Këto para janë një lloj mekanizmi që vendosin në lëvizje motorin e madh të sigurisë ushqimore. Sepse duke i drejtuar fermerit drejt buxheteve, atëherë ti e formalizon së pari, e më pas e standardizon drejt atyre qëllimeve të politikave. Edhe të konkurencës në tregje. Shumë qartë. Konkurencës në tregje. Për këtë dëshë vetëm edhe një gjë tjetër të ashtoj. Për shembull, patëm një takim para disa ditëve me kolegë nga Serbia, ato treguan se në Serbi paguhet 900 euro në vit subvencione. Nuk është rastësisht, do me thonë, që qumshti nga Serbia vjen shumë më lirë në Maqedoni ose në Shqipëri, se subvencionimet janë shumë më të mëdha. Edhe ato ka një llogari, do të thonë, qumshti tash është shumë me çmim shumë më të mirë nga vetë prodhuesit e vendosur. Për sa kohë na vjen këtu më lirë, kjo nuk do të thotë që nuk është e sigurt. Kjo është temë tjetër. Kjo temë tjetër pastaj. Po, por nuk besoj se kjo cënon cilësinë çmimit, sepse ai subvencionohet. Shumë qartë. Do shkoj tek zoti Aldis, sepse Shqipëria është duke punuar për integrimin në Bashkimin Evropian, për të bërë pjesë që presupozohet që në vitin 2030 do të jemi vend antar. Ndërkohë, kapitulli 12 ndër 33 kapitujt nuk është çelur akoma për Shqipërinë dhe në gjykimin tim do të jetë më i vështirë dhe më i fundit që do të mbyllet. Ju si e shikoni pra realizimin e detyrave të Shqipërisë në raport me kapitullin 12, duke ditur problematikat, fragmentizimin e gjithë sistemit elektoral në Shqipëri. Përveç tjerash, po flasim me ju, po ndalem te kjo pjesë. Sa i vështirë do të jetë realizimi i këtij kapitulli? Albania has a wonderful agri-livestock sector. Shqipëria ka një sektor agri-food, agri-ushqimor shumë të mirë. Dhe është një impakt shumë, një nga impaktuesit shumë të mirë për GDP-n e Shqipërisë. Jam shumë i sigurt që
Shteti do dojë të investojë në këtë sektor, të investojë në struktura veterinare, që të investojë në zhvillimin e këtij sektori, që të ketë mundur integrimin total të këtij kapitulli në Bashkimin Evropian. Në vitet e shkuara disa shtete janë bashkuar në Bashkimin Evropian si Bullgaria dhe Rumania. To develop those structures to move into the EU. Dhe unë shikoj që shtetet e tyre investuan në këtë sektor dhe u bën pjesë të Bashkimit Evropian. Dhe unë pa shikoj që shteti në Shqipëri po investon, po është gjithmonë të kemi parasysh rëndësinë e urdhrit, sepse është partneritet shumë i mirë për shtetin që të eci drejt integritetit total. Duhet ketë partneritet me urdhrin, sepse është i vetmi end që kontrollon dhe mbikëqyr të gjithë standardet dhe të gjithë tregjet e tjera do të hapen pa pikën e problemit në moment që keni të gjitha këto të standardizuar. Përveç asaj çfarë duhet bëjë shteti për urdhrin, për gjithë industrinë apo për gjithë zinxhirin, për gjithë fermerin, a duhet jenë edhe vetë fermerët ata që duhet ndërmarrin disa iniciativa, sepse hyrja në Bashkimin Evropian për një pjesë e tyre do të jetë e dhimbshme. Detyrimisht kushtet e tregut do të nxjerrin nga tregu nëse ata nuk marrin masa më përpara. Besoj kjo ka ndodhur edhe me Bullgari, Rumani, Kroaci, por edhe me Britani e Madhe kur është bërë antare e Unionit. Yes. No, you're absolutely right. Po ketë plotësisht të drejtë. Por Bashkimi Evropian, sistemi agrikultural, është i bazuar në fakte të mira dhe është i bazuar në mirëqenien e kafshëve dhe shëndetin e kafshëve dhe mbrojtjen e konsumatorit dhe puna e veterinerëve që bëjnë me fermerët dhe bashkëpunimi i tyre është mbikëqyrjen dhe të kontrollojnë dhe të rrisin standardet për njëri tjetrin dhe kjo siguron që vetëm do kemi rritje standardesh që të jemi pjesë të këtij Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk është se kërkon më shumë nga çka ne po bëjmë. Ato thjesht kërkojnë struktura të qëndrueshme që punojnë në pjesën më të lartë të cilësisë së tyre. Statistikat në përgjithësi ndryshojnë, po 90% e botës, 89% e botës hanë mish. Dhe pjesa më madhe e popullatës është mish ngrënëse dhe kafshët rriten nga fermerët, kontrollohen nga veterinerët. Dhe kjo si punë vjen zinxhir, suportojnë veterinerët, që veterinerët suportojnë fermerët për një mish më të mirë dhe shkon komplet në zinxhir. Dhe kjo është një gjë e mirë që fermerët të suportohen në këtë mënyrë. Asnjë nuk e ka qef ndryshimin, por ne nëse punojmë me fermerët, me kolegët tanë fermerë dhe i suportojmë në gjitha hallkat e këtij tranzicioni, çdo kush nga ne do ketë benefite për kësaj gjëje. A është i rëndësishëm edhe edukimi apo ndërgjegjësimi fermerëve në gjitha fushat, në gjitha aspektet intelektuale, por sidomos në rastin e smundjeve, sepse kujtoj dhe e kanë trajtuar shpesh herë në program ose sa herë ka smundje, që t'jenë të kujdesshëm. E shoh që është e vështirë t'i ndalosh fermerët shqiptar që kur ka kriza, siç është murtaja ruminantëve të vegjël apo dhe smundje tjera, të ndalojnë tregtimin e tyre edhe në mënyrë ilegale, dhe kjo përbën sigurisht risk absolutisht lartë për fermat. Absolutely. So there's a huge amount of education and Absolutisht ka një diapazon shumë të gjerë edukimi që duhet të bëhet tek fermerët nëpërmjet shtetit. Nëpërmjet procesit të incentivimit, fermerët janë të suportuar në vështirësi. Dhe nuk duhet të incentivohen që të bëjnë gjëra që të kompromitojnë situatën e tyre në rastet e smundjeve, si në rastin e PPR-s.
confidence to be able to do the right thing. Fermerët ndoshta kanë atë sigurinë që ato po bëjnë gjën e duhur. So BSE was a good example. TB similarly. Farmers across the European Union are supported when they identify BSE-infected animals or TB-infected animals. Fermerët kudo në botë janë të suportuar, marrin ndihmë nga shteti në momentin që kanë një smundje dhe suportohen, edukohen vazhdimisht në mënyrë të tillë që ato mos të shkojnë me gjykimin e tyre personal. Kjo rregullon gjithë pjesën e zinxhirit më tutje. Në moment që fermeri edukohet dhe nuk shkon me mendimin e tij, ai bëhet pjesë e hap fjalën dhe nëpërmjet kolegëve të tjerë dhe shkon zinxhir. Si ka qenë bashkëpunimi juaj edhe personal, edhe si Union Evropian, edhe i urrit mjekut veteriner të Shqipërisë me autoritetin kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve. Është një institucion i krijuar jo prej shumë vitesh, megjithatë po e bën një dekadë në mos gaboj, por ndoshta her pas here ata kanë nevojë për trajnime, për ndihmë jo materiale, por të paktën në ide, në trajnime, në ekspertizën tuaj. We all need training. Ne të gjithë kemi nevojë për trajnime, të gjithë kanë nevojë për suport edhe zhvillim. I've been visiting Albania since the 90th anniversary of the veterinary services from 2017-18 thereabouts. Që nga 2017 që vizitoj Shqipërinë dhe brenda gjithë këtyre viteve unë kam parë një lidhje ndërmjet ministrisë, trupave rregullator, urdhrit. I've had the pleasure of working with three Kam pasur rastin që të bashkëpunoj me të 3 presidentet e Shqipërisë, vizionet e tyre që nga fillimi, ëndrat që ato kam patur për zhvillimin e këtij urdhri, që nga Dr. Puriqi dhe deri te Dr. Resuli, është një proces shumë pozitiv në një kohë kaq të vogël, 10 vite janë kaq pak. Dhe çdo herë që unë shikoj kthehem, shikoj ndryshime thelbësore pozitive. Shteti po shtyn antarësimin drejt Europës dhe të gjithë strukturat e tjera po bëjnë të pamundurën që të vetë rregullohen, të kenë bashkëpunim në mënyrë të tillë që të gjithë të integrohen në mënyrë sa më të mirë në familjen e madhe europiane. E njëjta pyetje vlen edhe për ju, zotë Resuli. Në lidhje me bashkëpunimin dhe mbështetjen pra KVMB-n. Atëherë, normalisht, sipas ligjit të shërbimit veterinar, gjithë ligjeve përkatëse, realisht urdhri profesional i mjekut veterinar trajnon mjekët veterinarë të cilët punojnë për llogari të autoritetit kombëtar të veterinarisë, çka do të thotë jemi në një lloj bashkëpunimi. Fatkeqësisht është një strukturë që nuk përputhet me strukturat homologe të Bashkimit Evropian. Edhe kjo e ka treguar më së miri sepse AKMB-ja është ngritur në 2020 dhe në 2026 shkrihet si strukturë dhe bashkohet me peshkimin, me bujqësinë, pra krijohen edhe një herë drejtoritë e bujqësisë që ishin autoritetit kombëtar të ushqimit dhe peshkimit. Ishin dhe peshkimi. Pra ishin një lloj, jo, hyn dhe bujqësia aty brenda. Edhe bujqësia bashkohet, çka do të thotë AKMB dhe Inspektorati Peshkimit. 3 inspektorate. Çka do të thotë që në një lloj forme ne po vazhdojmë akoma me eksperimente të cilat në fakt shtete si rasti i Anglisë apo Europës i kanë konsoliduar tashmë, kanë 100 vjet, Maqedonia ka mbi 30 vjet, pra që i kanë konsoliduar dhe kanë parë që këto kanë qenë praktikat mira dhe kanë funksionuar. Ne vazhdojmë me këmbgulje, duke gabuar her pas here dhe duke zgjedhur gjithmonë modelin më ngatrestar apo më atë në cilin në fakt hera herës ngjecsim me këto struktura për ta çuar një problem përpara Ju flisni për copëzimin në këtë rast? Absolutisht. Apo për bashkimin? Se bashkimi besoj është rast i mirë. Edhe një herë, autoriteti kombëtar në themel, autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes e bimëve është thjesht një klinikë veterinare shtetërore. Në termat ligjor të sotëm që janë aktive në Shqipëri është ndërhyrje drejt për së drejti e shtetit në punën veterinare dhe të mjekëve veterinar privat. Pra, në botë, në Maqedoni, në Europë,
puna veterinare i përket sektorit privat. Edhe Kosova? Edhe Kosova, edhe Malizi. Pra, po thuj se gjithë Europa e ka unifikuar sistemin veterinar. Diku më shumë, diku më pak. Rasti i Kroacisë, me që nësë ju referova, ka të punësuar në shtet vetëm 100 inspektor. Kaq. Sot, inspektor veterinar në Shqipëri ke rreth 50 i geta akuja dhe rreth 300 i geta AGMB-ja. Dhe pa folur për institucione tjera. Pra, sot ke vetëm inspektor ke mbi 350. Ndërkohë që Kroacia është 4 milion banor dhe ka vetëm 100 inspektor veterinar, ne kemi 350. Ka kafshë më shumë se ne. Në total, s'ka lidhje me numrin e popullsisë. Në total, Kroacia ka rreth 250 veterinerë të punësuar në shtet, kur thëmë në total, thëmë në ministrinë, në inspektoriat, në fakultet, në laborator, pra në total, ka vetëm 250 veterinerë, ndërsa Shqipëria sot në total numëron rreth 800 veterinerë. Pra ne dashur pa dashur, ne jemi kthyer pas viteve 90, në cilët shteti kishte monopolin e të gjithave. Po e njëjta situatë jemi tashmë. Çfarë ndodh kjo? Në radhë parë kemi atë që njihet haptas konflikti interesi. Nuk mundet një inspektor veterinar edhe një veteriner shërbimi të rrinë të dy në një zyrë. Se presupozohet që ata duhet inspektojnë njëri tjetrin. Pra nuk bën sens logjik që këtu është gabim. Së dyti, ajo që mua më shqetëson më shumë është pse nuk merret një model i Bashkimit Evropian dhe kujt i intereson më shumë kjo lloj katraure ose kjo lloj molepsie. Se realisht unë përmenda Kroacinë, po ke edhe vende të tjera, ke Austrinë, ke Gjermaninë, mjafton të kesh dëshirë për të implementuar një sistem dhe ta vësh në eficient, për më tepër që po aderon drejt Bashkimit Evropian, për më tepër që ke kapitullin 12 që është siguria ushqimore dhe veterinaria, çka do të thotë që ti nëse pretendon vërtet hysh në 2030 ti s'ke kohë të eksperimentosh. Dhe prish drejtoritë e bujqësisë, nda krijo AGMB, krijo AREB. Bashko fut peshkimin, pra në gjykimin tim kjo është eksperiment dhe kohë humbur dëm, pra parat humbura, kohë humbur. Po bashkimi i 3 inspektorateve, a nuk është kjo që po kërkoni ju? Është tjetër histori inspektorat, nuk po flasim atëherë që ta sqarojmë. Kemi ngritjen e dy strukturave. Një është bashkimi i inspektoriateve dhe unë jam plotësisht dakord. Veterinerët që i duan inspektoriatit ata shohen në varësi të inspektoriatit. Po flasim për shërbimet, shërbimi ekstension bujqësor, shërbimi veterinar, pra matrikullimi, identifikim, regjistrim, certifikat lëvizje, vaksinim, zonozës dhe kështu me radhë. Po flasim për shërbime në peshkim, pra po flasim për bashkim shërbimesh. Absolutisht, inspektoriati është gjëja më e mirë. Dhe jam plotësisht dakord që inspektimet bën grup edhe me shumë faktor. Që nëse biznesit e njofton, i thu një ditë do ta mbash mbyllur për llogaritë shtetit, nëse deli shkëlqyer, unë të rikthehem ty mbas 2, 3 apo 5 vjetësh përsëri në inspektim. Pra, në këtë kontekst inspektoriat në rregull, po flasim për shërbimet. Nuk kam më kohë. Diçka për shtuar apo ta mbyllim? Unë ju falenderoj që ishit në alert. Ishe kënaqësi. Faleminderit zot Resuli edhe urime për 10 vjetorin. Faleminderit së bashku. Faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe Glorias në përkthim. Do të kthehemi pas pak. Mos u largoni, do të kemi një intervistë me një tjetër person i cili drejton zyrën e FAO-s në Shqipëri.